Okej, na jena këto në fshatin e Rodime që kjo pjesë është zakonisht ku dalme me familje në piknik, amo sot që në ka tha, do më thonë Ferizaja se të ora sa është në 8:30 edhe nuk ka nordë me ba piknik me qitë flija si zakonisht që i qesë me na tradicionalisht edhe njimi për flija shumë të mira, që sa e bukur është pamja, veç se me pa ka shumë gjelbrim, amo të lë për të dëshiruar interesimi i qytetarëve këtë vikend, edhe është interesant, për shkak se temperaturat janë mjaft larta, edhe kur erdhëm menova që kam gjetë shumë familjar këto, edhe që kanë mëna kallëzu për eksperiencat e tyre që i kanë gjatë ditëve që i kalojnë në këtë vend, edhe tash është investu këgja në këtë hapësirë të në Rodimës, është edhe ajo pjesa ne që kësha lutë Lorentin me gjiru. Natyra është të jetë mas e mirë për shkak se edhe Jezercin e ka ofër. Jo nuk i dja keni qenë ndonjëherë kënej Arben? Në këtë zonë të Ferizajt, jo, kam qenë në shumë zonat e Ferizajt, këtu nuk pas më qenë. Besoj është shumë herët, pas pak do të bashkohen këtu qytetarët e kthehemi ne pak më vonë, edhe i shohim live direkt duke i përgatitur flijat e mrekullueshme. Kush është duke përgatitur fli edhe ka qasje në objektin e kanalit tjetër. Mund të ketë qasje na sindë ndaj copë drejt për drejt se kanë vendosur ekipet me më sfidu sot me ushqim qysh prej orëve të hershme të mëngjesit. Na le pak me këto pamje të mrekullueshme të gjelbrimit në Ferizaj. Është fantastike në fakt gjithçka në këtë zonë. Po, Sara. Vërdisht am ju kaldu kolegov të rafshit Dugagjinit që edhe Ferizaj ka pamje shumë bukra, se zakonisht veç që Dugagjini njihet për natyrë, që edhe na përdojnë am ju kaldu që kena pamje mjaft bukur, veç që do të marrë mi vizitu pak ma shpesh. Absolutisht, Ferizaj në fakt që ka arritur të bëhet destinacion i turizmit malor, mos harroni, realisht Brezovica është pjesë regionit të Ferizajt, pastaj Jezerci, një pjesë tjetër kulminante e maleve të Sharit që ka arritur ta çojë në një nivel tjetër zhvillimin e turizmit malor, edhe definitivisht ajo zonë e maleve të Sharit që është buzë Ferizajt, në fakt po bëhet destinacion i pashmangshëm i turizmit dhe këto pamje që po i shohim drejt për drejt në fakt janë dëshmi e tillë. Besoj që kam kërkuar në fakt nga ekipet të jemi në për zonat të ndryshme ku bëhen